fizikun e tij, jemi të folë për një lojtar si Roberti Gati, vetëm se disiplinum maksimalisht. Për shembull, bravo ti e den se ke kalu një jetë në futboll, edhe në futboll nuk është vetëm qëndrueshmëria, ke non-stop duele, vrapime. Nuk ka të bëjë vetëm një gjallë për shembull qëndrueshmëria, se ai mundet me që ka qëndruar deri tani 40 sa vjet i ka bërë, 41. 21. Ai mundet edhe 4 vite me qëndru, po është aty që efikasiteti edhe aty duelet në vresh, të edhe në duele nëse nuk je shumë i përgatitur, prapë edhe në duele më vresh, nuk mundesh me qenë sikur si ke qenë para 20 vjetë. Mesin në 3-4 futbollistëve që ka parametrat më të mirë këto statistikat. Do më thënë, duele pasimit saktë. Botrorin e kalum në ashtë e ngon këtë statistikë. Unë e ka po vetë me sy. Edhe tash i ka statistikat më Statistikat, do me thonë, pregaditjes fizika, apo statistikat e lojës. Distanca e vrapume, numri i goditjeve, numri i pasimeve të saktë, numri i dueleve të fitum, numri i goditjeve në port. Do më thënë, këto e në disa statistika që trenerve tash në bank, 90% të trenerve ndrimet i bojnë në sajë të informacioneve që marrin. Se ke pas Brutin në Malishev, në Malisheve kemi statistikat aty për aty, çdo 5 minuta kemi pas informata si qëndron vrapimi i shpejti nga dalshëm i lojtarëve, si është angazhimi, ku gabohet më shumë. Çdo gjë, domethënë, ka qenë informacion i saktë. Dhe tash ato informata dhe dalin. Unë nuk besoj që guxon përzgjedhësi Portugalis qaq lehtë me unë mendoj që ka me demantu Erosin në ndeshjen e dytë direkt. Po kjo është shumë lehtë